shumë një periudhë tjetër që e përmendje gjithmonë më kujtohet është fati im kur ka ndodhur betejë e Adem Jasharit, lavdi pas me gjithë tjerët që kanë sakrifikuar shumë. Unë kam qenë në tren të shku prej motrës në Bellaçes te familja në Pej, kurse arrin disa trauma pika shkurta që treni u ndalu, mandej s'ku mujt mu kthy mbrapa në Pej, me njëherë se u ndalu në rrugtimet, u ndalu qarkullimi autobusave, një lloj po ashtu traume që është në kokën time. Para se të fillojnë bllac, më fal që nuk po përgjigjem drejt, po mendoj që ka vlerë mi përmend disa kronologji që çojnë peshë, që fatkeqësisht kanë qenë të vështira, po çojnë peshë mi përmend më duket, që para se me shku në Blac, ka fillu, para se të filloj NATO në vërtet, erdhen një grupi paramilitar me të sërb, sa e di une. Në mahallën ku jetonim ne te lagja e spitalit, unë dhe bashortin aseri me fëmijë, vajza 3 vjet dhe djali ka qenë atë kohë 10 muj, na larguna për ndjekën, u dashna me vrapu prej lagjës së spitalit me shku mu më shef dhe shkum te Vjera, jetonte në afër në Prishtinë, më në qendër, dhe shkum atje. Mbas 2-3 ditëve, për relativisht më kujton këtë secili detaj, NATO bombardoi Kosovën, jo Kosovën fatkeqësisht, po sulmoi për shkaqe siç e dim ne që me kërcënu Beogradin me ndalë këto gjanat që i bënte ndaj shqiptarëve. Ajo ka qenë normal intensivitet më i madh, kuptohet, dhe kur se harroj u dash ne me shku në podrom, mu më shef me na femrat, unë me Vjerën, Rahmet Pas, me punatën, me fëmijët e vegjël, aty u helmum, jo që vetëm që bombardime nga lart, nga NATO, që kur se harroj atë normal atë trishtim, po edhe atë shpresë që ndodhe, që e patëm, po mandej helmimi, dikush gjujti diçka se ka qenë mahalla e përbash për shembull ka pas sërb, ka pas shqiptar, nuk muj me ditë kush ka gjujt helm, po helmi gjujt na veç derisa plasëm me Vjerën edhe me kunatën, me fëmijët e vegjël, mashkujt kanë qëndru në katin e parë dytën, sa do kudo më na mbrojtën nëse vjen dikush me luftu që s'paku mos me ata me dalë si trup roje, si më na mbështet neve, që normale tregon trimnin e tyre.